Me 7 qershor, për herë të tretë në më pak se 16 muaj, patëm zgjedhje për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Të parat, ato të 9 shkurtit 2025, ishin të rregullta pas përfundimit të mandatit të plot 4 vjeçor. Ndërsa dy proceset pasuese zgjedhore, të dyja të parakohshme në dhjetor e veçmas në qershor, kanë qenë të evitueshme dhe të panevojshme. Caktimi i datës për mbajtjen e seancës konstituive të legjislaturës së 11 të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga ushtruesja e detyrës së presidentes, zonjës Albulena Haxhiu, është e mirëpritur. Partitë politike, secila sipas hisës që populli i ka dhënë, gjendemi sërish para përgjegjësisë për përmbushjen e detyrave për formimin e institucioneve të reja, përfshirë zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Kemi 2 javë, më së shumti, deri te fillimi i seancës për konstituimin e Kuvendit, para se të kalojmë te zgjedhja e qeverisë së re dhe më pas edhe e presidentit ose presidentes së Republikës. Për legjislaturën dhe ekzekutivin e ri, siç e dimë, nevojitet shumica e thjeshtë. Ndërkaq për presidentin ose presidenten, së paku në 2 raundet e para, për shkak të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese para 15 vjetëve, kërkohet prania e 2/3 të deputetëve, andaj edhe përgjegjësia për zgjedhjen e tij ose të saj e tej ka lënë një parti politike. Në këtë frym, saktësisht 2 javë më parë, me 10 korrik, zhvillova takime konsultative me krerët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkaq që sërish shprehim keqardhje që Aleanca nuk e pranoi ftesën. Teksa koha ecën, veprimet politike dhe interesi shtetëror duhet të vihen në rend të parë.